E vetmi arsye pse kjo shkollë ekziston është sepse ke një kategori të caktuar njerëzish, fëmijë mjekësh, inxhinierësh, arkitektësh, shtresë e mesme dhe e mesme e lartë, të cilët synojnë që fëmijët e tyre t'i shkollojnë shumë mirë, fort, për t'i çuar në universitete shumë të mira jashtë. Madje mundësisht me bursa se nuk paguajnë dot nga 30.000-40.000 euro shkollat angleze etj. Domethënë, po të mos ishte kjo kategori që synon që ti ki kryesisht jashtë, as shkolla që administroj unë, s'do mund të ekzistonte dot. Është e thjeshtë. Po është, atë vjen ndonjëherë keq që më vjen e di për vazhdimin e pyetjes tënde, më vjen shumë keq. Më vjen keq çdo ditë të jetës time që ne punojmë për të furnizuar universitetet e mira të botës. Më vjen shumë keq që supozojmë Redi Metali, për shembull, po bën një ish në Nxënësioni, po bën doktoraturën për biogjenetik në Harvard. Dhe më vjen do vinte akoma më tepër keq nëse ky djalë i mrekullueshëm, nxënës shumë i mirë tek ne, po si Redi kemi me 10, domethënë çdo vit, po të kthehej me doktoraturën e biogjenetikës në Shqipëri, domethënë, edhe të punonte ku dëgjon eksperti ose drejtori i kësaj gjëje, po të desh edhe ministër vej, në çdo lloj gjëje, sepse e di që kontributi që jep ai për qytetrimin, për botën në përgjithësi është shumë më i lartë aty se po ta marrësh tu t'ja djegësh gjithë atë kapacitet dhe atë lloj investimi. Kështu që patjetër që më vjen jashtëzakonisht keq. Jo më vjen keq, më vjen me qajt.